Edhe këtë vit, artisti Bujar Çamili nderi i kombit ka vijuar traditën e tij duke shtruar iftar për agjëruesit në këtë muaj të Ramazanit, një traditë që ruan me fanatizëm në shenjë respekti për sakrificat dhe devocionin e treguar në këtë ditë. Sonde jemi te iftari i Bujar Çamilit, nderi i kombit, dhe unë e konsideroj një nga iftarët më të veçanta të këtij muaji të begat të Ramazanit. Nga shumë ditë që ka Ramazani bashkohen këto zemrat tona, forcohet lidhja, por edhe ndahet edhe mirësia. Dhe sigurisht Ramazani, si gjithmonë nga mesazhet që ka, na mëson se nuk është vlerë vetëm atë që ka njeriu, por edhe që e ndan me të tjerë. Dhe pikërisht sonte miku joni i përbashkët, këngëtari i njohur, e ndan këtë mirësi, këtë iftar me vëllezër të pranishëm që janë agjërues. Dhe për këtë unë duhet të jem mirënjohës në emër të tyre, por edhe në emrin tim personal, për këtë solidaritet dhe bamirësi që e ofron jo vetëm në fushën artistike dhe kulturore, por edhe në fushën e këtij solidariteti që është një nga karakteristikat e muajit të begat të Ramazanit. Të uroj shëndet dhe mirësi, Zoti ta pranoft këtë mirësi dhe me zemër të mirë këto ditë që na kanë mbetur, dhe ju keni zgjedhur tashmë edhe në pragun e natës e madhe të Kadrit, po edhe të Virgjilis së Fitër Bajramit. Përshëndetje dhe gëzuar dhe me zemër të mirë. Faleminderit shumë, unë si gjithmonë dua ta përshëndes për gatishmërinë e tij zotin Halluni, edhe me rastin e shtrimit të këtij iftari, unë duhet të përshëndes të gjithë muslimanët, kudo që janë, dhe ju uroj një agjërim të lehtë, Zoti ju pranoft. Në këtë mënyrë, përmes këtij gjesti të vazhdueshëm solidariteti dhe mirësie, artisti Bujar Çamili jo vetëm ruan një traditë të bukur të muajit të shenjtë të Ramazanit, por edhe përcjell mesazhe bashkimi, humanizmi dhe përkujdesje për njëri tjetrin. Iftaret e shtruara gjatë këtij muaji në Shkodër vazhdojnë të jenë një moment i rëndësishëm takimi për besimtarët, duke forcuar me tej ndjenjen e komunitetit dhe vlerat e solidaritetit që përcjell kjo periudhë e shenjtë.